19 vjeçari që ka zgjedhur të jetë pranë familjes dhe babait të tij duke punuar edhe si fermer. Erion Sulejmani, i rikthyer nga Italia, tashmë punon prej disa kohësh, krah babait të tij në bujqësi, duke mbjellë kultura të ndryshme, ndërsa pas vitit të kaluar, kur kultivuan lule lakër, si edhe lakër të bardhë dhe të kuqe, ata vendosën ta mbjellin sërish këtë kulturë, e këtë herë në një sipërfaqe më të madhe. Fatkeqësisht, sot prodhimi i tyre ka mbetur stok dhe dëmi financiar mendohet të arrijë në rreth 8 deri në 10.000 euro. Vetë Erioni tregon se u rikthye nga Italia për të punuar pranë familjes së tij në fshatin Llakatund. Përveç tokës bujqësore, ata kanë ndërtuar edhe një ser për prodhimin e domateve. Sipas 19 vjeçarit, këtë vit prodhimi i tyre mbeti pa treg, kjo edhe për shkak të një sasie perimesh të kapura me pesticide në disa ferma larg Vlorës, gjë që ndikoi negativisht tek eksporti. Ata mbollën rreth 8 hektar dhe prodhimi ishte planifikuar kryesisht për eksport, por sot duhet të përballen me humbjet. Dhe këtu kam babai fermer dhe kemi për shumë vitesh që punojmë këtu, gati 20 vjet. Edhe erdhi babai nga Italia dhe tha që ta vazhdonte biznesin këtu, sepse kishte edhe prindit dhe donte të rinte këtu. Çfarë mbjellni zakonisht këtu? Zakonisht në dimër mbjellim këto kultura dimërore që janë brokoli, lakër e bardhë, lakër e kuqe, ndërsa në verë mbjellim domate, spec patxhane dhe pjepë. Ka diku te 15 vjet që është kthyer në Itali dhe që punon rregullisht rreth 10 vjet. Për të ushqyer po që ja vlen, nuk se mendoj se ja vlen, sepse ka shumë procese dhe edhe i merr dhe si merr atë lek. Ky është prodhimi si vjetshëm dhe këtu momentalisht kemi mbjell lakër të bardhë, lakër të kuqe, ka qëndruar lakra këtu, por që stok ka mbetur sidomos lakre kuqe, sepse ne mbollëm më shumë se menduam se do kërkoj prapë për eksport, siç u kërkua vjet, por që ato dolën me pesticide dhe ka ngel këtu. Erioni shprehet se dëmi financiar arrin në rreth 10.000 euro, ndërsa mundi dhe lodhja e bërë gjatë gjithë sezonit nuk justifikon asgjë. Ai thotë se vitin e ardhshëm do të mendojë të mbjellin kultura të tjera, por në sasi më të vogla, për të mos rrezikuar sërish si këtë vit. Sipas tij, edhe çmimet e inputeve bujqësore janë rritur ndjeshëm duke nisur nga plehrat kimik. Si vjet mbollëm shumë, diku gati te 8 hektar, vetëm lakër. Dhe kostot janë goxha. Sa mund të shkojë vlera e humbjes në lek nëse flasim? Në lek zbetov diku te 8 ose 10.000 euro, vetëm humbje. U tha që dolën me pesticide. Nga kishin dalë pesticide që u penalizuat edhe juve? Tani neve s'është se na kishin kapur, ata kishin kap vend tjetër, tha që dolën. Ai burri që çonim ne nuk i merr më, edhe ngelëm këtu. Vetëm vjet u bë kjo gjë që prandaj që edhe arsye që mbollëm kaq shumë, se mendoj se do të çonim për eksport, por që tani e gjithë kjo toka do grihet, edhe mbjellim ato që mbjellim gjithmonë kohën e verës. Domate, spec, patxhane, por ato do mbjellim më pak, sepse keni frikë. Po. Ku vetëm e shisni në pika të mëdha apo edhe tretoni në Vlorë? Vetëm në pikën e madhe që është te tregu Vlorës, por aty çmimet janë për tokë. Sidomos tani këto dimri që është lakra, është me 250 lekë. Që shesim ne, dhe aty është shesim me të keq, që më të shumë të e njohim njerëzit i kemi klient. Kjo tani është një shoban aty, vinë baktit që ha nga pak, edhe e gjitha do grihet. E gjitha çashet çari ku dëm, sidomos kjo lakre kuqe. Nëse është vjet fare, jam shumë kokra, ja, duket. Çmimet janë goxha, është që të nafta. Po. Që ka vajtë tani nga lufta ka 2.000 lekë. Ke frezën, që nuk e di sa është diku te, për shembull ta bësh gjithë të tokën do gati 400-500.000 lekë. Dhe ai punon me orë. Ka pasaj fidanin që do blesh plen, do blesh shkuma, do blesh farën, punëtorët. Plerat kimike janë rritur? Po, plerat kimike janë rritur goxha. Vetëm një thes ple për të mbush shkumat ka qenë 10-15.000 lekë, ka vajt 30.000 lekë ple për të mbush shkumat. Dap, nitrati, superfosfati, çajnë ato, kanë qenë nga 40 na 50, ka vajt na 70. Domethënë ka më shumë kosto për të prodhuar se sa fitim. Se sa fitim, po. Është thjesht sa për të ushqyer. Fermerët në Llakatund, por edhe në zona të tjera, përballen me shumë problematika, duke bërë që kostot e prodhimit jenë shumë herë më të larta. Përveç kësaj, mungesa e tregut vendas dhe vështirësitë për eksport kanë dëmtuar rënd fermerët, si në rastin e Erionit dhe babait të tij. Kush i ka këto stallet?